Në vendin e duhur nuk ka nevojë që të kesh frikë. Mua nuk më ka pëlqyer asnjëherë që të jem pjesë e klinikave të mëdha në të cilët punojnë shumë njerëz, edhe ti hyn si kliente aty edhe del dhe nuk mbahesh mend fare, apo nuk të japin vëmendjen e duhur që duhet vërtet t'i jepet një shërbimi të tillë. Ka pëlqyer që kjo klinik është vetëm një vajzë e cila kujdeset për ty për gjithë procesin tënd të lazerit, e njeh mirë lëkurën tënde, të njeh mirë edhe ty duke qenë se kujdeset vetëm për ty, edhe ndihesh e vlerësuar edhe ndihesh edhe e sigurt. Për të mos përmendur pastaj që gjithë informacionin që ajo ka, sepse i përket fushës së mjekësisë vet. Si po shkon lazeri, të them të drejtën shumë mirë, edhe nuk prisja një herë kaq rezultate të mira, qenë se diferencën e seancës së parë nga e dyta e kam pasur 7 javë, se normalisht me angazhime me punë, dhe madje të tretën nga e dyta e kam pasur 2 muaj, nga koha që isha në Big Brother edhe nuk mundesha që të kryeja procedurën e lazerit. Por jam shumë e kënaqur, shumë efekte të mira, qimet pothuajse janë zhdukur edhe nga seanca e tretë, kështu që po shkon perfekt. Pak të çuditshme, disa të ulta, disa të larta. Kjo është e vërtet, për të kam qenë skeptike në fillim, sepse nuk është normale që për të njëjtin shërbim ti të marrësh një çmim shumë të ulët dhe në një vend tjetër një çmim shumë të lartë. Po me gjitha këto që kemi dëgjuar, për gjitha ato vajzat që kanë bërë pafund seanca dhe nuk kanë pasur rezultatet që duhet, apo i kanë bërë seancat kështu kalim nga 15 minuta, apo janë dëmtuar në lëkurë, kanë pasur dëmtime të shëndetit nga lazeri, është më mirë që ti të paguash një çmim të konsiderueshëm për të marrë një shërbim cilësor, sepse fundja fare çdo gjë e mirë nuk vjen falas apo nuk vjen lirë.